Për ata që bëjnë aksidente me vdekje, si rasti në Durrës për shembull, i pirë me shpejtësi. Përshëndetje. Fakt kjo është një temë shumë e dhimbshme, sepse ne ballafaqohemi për ditë dhe ato që unë dua të them, pa dashur t'ju shmang pyetjes tuaj, masat ndëshkuese duhen, por duhet një edukim i gjithanshëm i shoqërisë, të cilët edhe shteti me masat, por edhe edukim që nga fëmijët edhe deri në vazhdim. Por kryesore është që sinjalistika, rrugët, parkinget dhe nga ana tjetër, mendoj që gjitha strukturat e shtetit duhet të evidentojnë njerëzit po i quaj të çmendur, sepse është një fatkeqësi e madhe, sepse ato janë të verifikueshëm kush janë në përlagje, kush janë dhe duhet marrin masa parandaluese. Kjo është kryesore sepse nuk është gjë fort e mirë që pasi ndodhin gjërat merren me pasoja. Sepse është një ligj universal dhe ky ligj universal është kështu, që të ndalojë një gjë e keqe, duhet të zbuluar shkaku dhe duhet ndalur pikërisht shkaku që të ndalojë. Pra, kush e bën këtë? Njerëzit ecën me shpejtësi, natyrisht policia, po nuk ka mundësi gjithë policia të ndalojë gjithkënd. Duhet ta shënoj punë, po më mirë masa paraprak. Duhet evidentuar se kush është, por shembull, kush pin, di fjalë alkool dhe është i papërshtatshëm, policia di kush janë në përlagje, kush me dhe ato duhet gjejë një, si thuaç, një arsye dhe t'i heq patentën, përpara se ai të hyjë në makinë, edhe s'duhet të përdori makinën. Po kështu edhe familjarët edhe kudo tjetër, sepse është një fatkeqësi shumë e madhe. Për sa i përket pastaj dëshkimet me vdekje apo me këto, kjo është një temë të cilët nuk di, por nuk di se si të shprehem, sepse ka raste që bën, si thuaç, aksidentin nga një faktor jo me dashje, dhe ta dënosh me vdekje kur një dikush bën pa dashje, duket. Rasti kur është i pirë për shembull ose me shpejtësi është në faj. Por në qoftë se ka praktik, natyrisht mund të bësh burg për jetë, mund t'ia shpresosh masat, nuk e di se si të them, por duhet një angazhim i gjithë strukturave dhe i gjithë shoqërisë që ne të shpëtojmë nga kjo siklet.